Horoskopi e Mërkur 8 Korrik 2026. Dashi, sot mund të kapësh veten duke menduar pak me negativitet, ndoshta më shumë se zakonisht, sikur çdo gjë do të shkojë keq e më keq. Ky është një ndikim i Afroditës me Saturnin që të shton dyshimet apo ato ndjesitë sikur po të shmangin në dashuri. Por është mirë të dëgjoni këtë. Ky merak të bën punë vetëm nëse të çon në një veprim, por jo nëse të mbyll në vetvete. Mos u lodh me gjërat që nuk i ndryshon dot. Lajmi i mirë është se Marsi po të jep një energji fantastike në punë. Do gjesh mënyra kaq interesante për të thënë atë që mendon dhe do të thyesh rutinën. Lëre më njan stresin e letrave apo debateve të kota dhe ec përpara. Ngjyra më me fat është gri metalizato. Koha me fat është paraditja, rreth orës 9 deri në orën 11. Demi, i dashur Dem. Afrodita, planeti që të udhëheq, është në një pozicion pak të thyer sot dhe kjo do të bëjë të ndihesh sikur po ecën në një malore. Marrëdhëniet me njerëzit mund të jenë pak më të ftohta, sikur secili sheh vetëm interesin e vet apo të kërkon vetëm kur i duhet diçka. Këshilla ime, mos e merr fare personale, kështu të thonë yjet. Shiko punët e tua, qëndro korrekt dhe shfrytëzoje këtë distancë sociale për të mbyllur ato detyra që të kanë mbetur pa u bërë. Për sa i përket anës financiare, do të vinë ide shumë të mira për të bërë disa ndryshime që do të shpëtojnë nga stresi i parave. Në dashuri, thjesht lëre kohën të bëjë të vetën. Ngjyra me fat është blu. Koha me fat është pasditja e vonshme. Binjakët. Njerëzit përreth teje sot mund të duken pak të ngrirë, sidomos kur vjen puna për të shprehur ndjenjat apo afrimitetin. Nëse pret më shumë nga reagimet e tyre, rrezikon dhe të zhgënjehesh. Ndaj sekreti për ty sot është ky. Ndrysho fokusin. Merru me veten tënde dhe me ato detyrimet e tua dhe mos e vrit mendjen se kush të shkroi dhe kush jo. Ndjeshmëria jote është pak më e lartë se zakonisht sot, prandaj duhet të jesh pak i duruar. Nga ana tjetër, Marsi po të ndez një dëshirë të madhe për të marrë përsipër sfida të reja, qoftë në profesion apo në biznes. Po rritesh profesionalisht dhe kjo po të jep shumë pikë si person. Ngjyra me fat është vishnje dhe e zezë. Koha me fat është në drek. Gaforja. Sot mund të ndeshësh njerëz që janë shumë kokëfortë dhe që kapen pas së vjetrës dhe që të merrohen nga ndryshimet apo nga një bisedë ballë për ballë. Kjo vjen nga pasiguritë e tyre, kështu që mos u mrakosni. Ana e mirë e medaljes është se sot ti do ta kesh të lehtë të largohesh nga thashethemet, si dhe të merresh me gjërat e tua, duke krijuar një mjedis personal të ngrohtë dhe të paqët. Megjithatë, këshillohet që sot të mos merrni vendime të mëdha financiare apo blerje të shtrenjta. Gjykimi yt mund të jetë i ndikuar nga emocionet, ndaj mund të bëhesh impulsiv. Në dashuri besoj asaj që ndjen thellë brenda vetes. Ngjyra më e përshtatshme në këtë ditë është argjend, gri. Koha e fatit është në mbrëmje. Luani. Afrodita po përplaset pak me Saturnin dhe kjo do të thotë se në këtë ditë nuk është dita jote më e mirë për të rënë në sy, apo për të treguar planet e tua të tjerëve aq më shumë për t'ua imponuar. Mund të ndihesh pak pa energji, megjithatë kjo fazë është kalimtare. Ndoshta një person që ti e ke shumë pikë të dobët nuk do të jetë aq i disponueshëm sa ç'kërkon ti, sepse thjesht ka hallet e veta. Ndaj, mos e keq kupto. Shfrytëzoje këtë moment për të parë projektet e tua pa u varur nga askush. Ngjyra më me fat për ju është e artë dhe e bardhë. Koha më me fat për ju
është 8 deri në 9:30 në mëngjes. Virgjëresha. Një atmosferë pak e rezervuar apo një tension i fshehur mund të ndihet sot në ajër. Kjo mund të sjellë dhe ndonjë keqkuptim të vogël. Edhe në jetën tënde intime apo në dashuri mund të ndjesh një lloj ftohje, apo sikur ke humbur një mundësi të mirë. Por kjo ditë është krijuar për të marrë me detajet praktike. Ju të këshillojnë përqendrohu tek organizimi, tek puna, tek detyrat e përditshme, apo në rast se ke planifikuar të bësh një kontroll shëndetësor që e ke shtyr, mund ta bësh në këtë ditë. Ke një aftësi të shkëlqyer për të zgjidhur nyje të vështira dhe për të bërë plane afatgjata, të cilat do të heqin një barë të madhe nga supet. Ngjyra më me fat është e verdhë dhe jeshile. Koha më me fat është mbrëmje. Peshorja. E dashur peshore, sot mund të duket sikur të tjerët po të fshehin diçka. Për disa nga ju mund të duket sikur personat e afërt po përpiqen të distancohen. Me shumë mundësi ato po mbrojnë veten e tyre nga pasiguri, ndaj mos fillo të fajsosh as veten dhe as ata. Edhe ti vetë mund të jesh në dilemë nëse dëshiron të rrish më afër apo më larg dikujt në dashuri. Mos e mundo veten duke kërkuar përgjigje me ngulm tani. Pak kohë dhe hapësirë do t'i ndriçojë gjërat vetvetiu. Në punë, nëse thyen pak rregullat dhe rutinën, duke provuar diçka më krijuese, do të shohësh që dita do t'i duket më interesante, do ta shtysh atë më këndshëm dhe pa stres. Për sa i përket ngjyrës më me fat për ju, është vishnja dhe rozë. Koha më me fat është 8 deri në 10 në mbrëmje. Akrepi. Yjet tregojnë se ju sot mund të përballeni me një ambient pak të tensionuar. Ka disa plane që nuk ecin ashtu siç ti i dëshiron apo siç i mendon. Megjithatë, merre këtë një shenjë nga universi për të ngadalësuar ritmin dhe për të tërhequr pak nga zhurma. Njerëzit përreth teje nuk janë në humorin e duhur për të dëgjuar. Sidoqoftë i ke një forcë të madhe të brendshme për të rregulluar çështjet e shtëpisë apo të familjes. Spastroje ambientin tënd nga gjërat e tepërta dhe gjeje qetësi. Ngjyra më me fat është krem. Koha më me fat është mbasdite e vonshme, rreth orës 19 deri në 20:30. Shigjetari. Në pamje të parë, bisedat e sotme do të duken shumë të edukuara, por ti je nga ato persona që i kap gjërat në ajër dhe ti do ta ndjesh që mungon sinqeritet apo thellësia e vërtetë në to. Është një moment ku ti duhet të bësh një hap pas, të vëzhgosh, të bësh ca korrigjime në planet e tua. Mos nxito në dashuri dhe jepi pak hapësirë tjetrit. Sot është një ditë ideale për të lënë mënjan kafenet apo takimet e tepërta sociale dhe për t'u marrë me një hobi tuaj, ose me përgjegjësitë që të takojnë. Ke një sy të mprehtë që do të ndihmojë të lexosh qartë çdo situatë. Ngjyra më me fat është blu e çelët. Koha më me fat është 11 deri në 12:30 në mesditë. Bricjapi. I dashur bricjap, marrëdhëniet me njerëzit mund të duken pak të sforcuara apo sipërfaqësore. Por në qoftë se mban mendjen tek fakti të gjithë po ndjehen pak vulnerabël dhe po mbrojnë veten dhe ti nuk duhet i marrësh gjërat aq afër zemrës. Mund ta kesh pak të vështirë të kuptosh se çfarë kërkon vërtet në dashuri për momentin, ndaj mos bëj lëvizje të nxituara. Kjo sidomos për atë që janë beqar. Ndërsa për të martuarit le ta lënë rutinën të vazhdojë.
Të presësh që lumturia të vijë nga të tjerët sot është gabim. Përvishi mangë dhe përqendrohu tek projektet e tua. Nëse i investon aty energjitë, gjërat që vërtet vlen do të bëjnë të ndihesh i lumtur. Ngjyra me fat për sot është e bardhë dhe ngjyrë hiri. Koha me fat është në drek. Ujori, i dashur ujor, do të kesh një sensibilitet më të lartë se zakonisht në këtë ditë. Kjo ndaj kritikave. Do të kesh një ndjesi sikur po të nënvlerësojnë apo nuk po të vlerësojnë sa duhet. Është pak e vështirë të marrësh apo të japësh ngrohtësi sot, sepse komunikimi duket sikur ka ngecur diku. Mundohu të jesh korrekt me njerëzit, por mos u mundo me forcë të ndryshosh një situatë që thjesht nuk po ecën. Jepi pak kohë dhe gjërat do të stabilizohen. Fokusohu tek përmirësimi i vetes dhe detyrat e tua në punë. Kur të shohësh frutet e përkushtimit tënd, do të ndihesh jashtëzakonisht mirë shpirtërisht. Ngjyra me fat, jeshile dhe gri. Koha me fat, pasdite 16:40 deri në 17:45. Peshqit. Me Afroditën dhe Saturnin që krijojnë një lloj ngatërrese sot, gjërat në dashuri apo në jetën sociale mund të shkojnë ndoshta në një drejtim që nuk janë planifikuar sipas teje. Njerëzit mund të jenë pak të distancuar, ose ndoshta mund të mos ta afrojnë atë mbështetjen që ti pret prej tyre. Qasja më e mirë është ta marrësh ditën me sportivitet dhe pa hatërmbetje. Në punë mos u ngut të marrësh vendime të rëndësishme, pasi mendja mund të jetë pak e mjergujt sot. Më mirë rishiko dhe analizo hapat e tu. Fatmirësisht një ndihmë e papritur që vjen në prapaskenë do të kthejë buzëqeshjen. Ngjyra me fat është jeshile e zezë. Koha me fat 19 deri 20:30. Ju uroj të gjithëve një ditë sa më të mbarë.